Kemi parë që dhe është fakt dhe duhet ta di Rama shumë mirë, mbështetja në biznesin e vogël, mbështetja në biznesin e vogël krijo frymën e qytetit, frymën e lagjes, frymën e krahinës dhe me radhë. Pra, mendoj që ai duhet zgjohet dhe të kuptoj këtë. Duhet ta kuptoj këtë që sepse nëse, si mund të them, lagja fillo i tako banorëve, pastaj qyteti i tako banorëve, kështu vjen dhe patriotizmi. Domethënë krijohet ai patriotizmi ose fryma për ndërtim edhe për ashtu. Por kur krijohet kjo diferencë e jashtëzakonshme si mbas të ligjit, si mbas të sjelljes policisë, atëherë do ndodhin këto protesta dhe do ndodhi ky prush dhe pastaj se kush i fry? Kush mundet i fry? Nga greku, ke turku, ke tjetri. Natyrisht, pastaj këtyre protestave do i ngjiten edhe OJF-istët e famshëm që duan një lek. Por, siç e kemi parë në gjithë botën, sepse domethënë patjetër. Do mbyllim vetëm një fjali që në gjithë botën nga viti 45 protesta ju shërbe vetëm perëndimorëve. Do më ta heqin mendin që mund të shërbej aty në. Në fund fare i thonë biles, nëse do bëhemi 2 miliona, do më 1.300.000, sa kena ngel këtu mren, dhe të qohemi gjithë që du mëra Mundburg, do na vina një ambasador me letër aty të hape, me skicatore, do thotë si e doni ju, e doni me syze, qa peshe e doni kryeministrin, se këto do bëhen prapëre. Vish do i moni me qikë më shumë. A më men qatë revolucioni i paparë është borë me minatorët. U futën kreva i mbështeti, populli, e morën trapin. Mos shkemi vetëm ta atë burë. Jo, edhe unë. Me radhë. S'kemi qenë gjithë burë që bënim tifos për heroizmin aty. Dhe ajo që parathash është shumë e thjeshtë. Ajo që parathash nuk kërkon revolucion, sepse nuk është kohë revolucionesh, është kohë evolucionesh. Është kohë biznesi. Është kohë biznesi. Dhe është kohë fryme. Shiko, jam dakord me ty për sa i përket kësaj, sepse edhe Greqia dhe Kroacia kanë të njëjtën, domethënë, bëhet një investim i madh. Club Med, dhe i shërben pasaj si pol magnetik, ku hapen këto bizneset e vogla, restorantet, dhe këtë kishin parasysh ata banorët e biznesit ku thoshin. Pra, çfarë ndryshoi para 4 vjetëve kur folëm ne, ishte pikërisht kjo. Çfarë ndryshoi para 4 vjetëve, se para 4 vjetëve kemi folë me po të njëjtën gjë dhe është po njëjta identik. Unë jam dakord ndaj çdo lloji investimi. Partizani kësaj jam të thënë pronar të gjithë shqiptarët. Eksaktësisht. Qoftë edhe të një 4 metra katror. Eksaktësisht. Dhe siç ftove këta mjeshtrat e mëdhej, se kur na i përmendën dhe si emra këta mjeshtrat e mëdhej të arkitekturës e tjerë me radhë, që gjë shumë e bukur dhe unë jam i bindur që do bëhen ndër gjërat më të bukura. Jam i bindur për këtë. Nëse nuk ju kthe mendja ta bëjnë gazerma. Pra, me gjithë arkitekt jam i bindur, sepse është egoja e gjithë secilit, jo, po flas seriozisht, pavarësisht humorit. Është egoja e gjithë secilit në linjë, që natyrisht do bëjnë diçka që vërtet i tregojnë botës që yes, we can do it. Sepse është biznes për ta, pra është për investime tjera për ta. Si? Është edhe publicitet i madh. Prandaj pra po them. Ne e kemi bërë Ivankën sigur kemi komshin e shtëpisë, po. Ajo është brend në përballë. Kjo pra është, ky është idiotizmi tash, më kuptoj, sepse unë siç do thash, jo Ivankën, që natyrisht un kam simpati edhe për mënyrën si flet dhe për mënyrën se si e shikon artin, se nuk është peshë lehtë Ivanka. Po un po mor Kim Kardashian, që famën e ka bërë me video seksi, s'po mor Ivankën, që është den baba den më pare. Pra, kam shumë besimun tek kjo. Patjetër, e njeh dhe biznesin edhe di se si funksionon këtë punë, si funksionon brendi. Sepse emri i saj te, kështu që ajo nuk mund ta lejë të turprohet ky emër. Pra, prap hece nga logjika e biznesit. Shiko, e di çam ka bërë përshtypje te këto protesta? Unë ka kohë që nga 97 që nuk besoj me të këto
protestat spontane, u dënë njoni, u mblodhe dhe armët kimike për mua ka qenë një manual se si një shërbim sekret krijon një protest. Ajo ishte në planin e madh se njerëzit kujtojnë se pa morën vesh për armët kimike, unë atë kohë kam qenë zëvendësministër. Këto armë në mos gaboj pastaj se u bën një pjesë në Slovaki, një pjesë në Norvegji, 2 vende par excellence për sa i takon ruajtjes ambientit. Dhe ato do bëheshin në bunker të thellë në tokë, mbetjet e tyre ishin të parezishme, do ishte një furnizim i papar për ushtrim. Në atë kohë kishim, po të shikoj një raport nuk ishte 2 armë mësoj, bile ishte gallate madhe kur vinin për ndonjë ekspozitë armësh, kështu. Ja u mbani armët, si ja u linin t'i kthenim, se do pa isnin raportet dhe ishin lara, ca me Henkler and Koch, ca me Beretta, ca me Kallash, e strahtë. Derisa nuk vinin më pasaj për ekspozitë armative të neve. Ja, da premtuan armatim me pajisje njëra tjetër, të na përpunonin gjithë mbeturinat e raketave SAM-2 që kemi pasur ato që të parat, Lindani njëra tjetër, prap në bën. Por ishte situata gjeopolitike që Obama kishte thënë mos e kaloni vitin e kuqe, bjeri armët kimike këtu. Putini tha është një fuqi rajonale, donte ta poshtronte Putini për atë që i tha. Edhe ku do vinë në Shqipëri, gjithçka mirë kur ja plasën demonstratat çuditërisht, pa kokë, pa njën, pa tjetër. Mu bë qefi në fakt që nuk erdhën armët kimike në Shqipëri, mu bë qefi për shumë arsye, duke ditë sa miq kemi ne. Vërdall, sepse nuk është se jemi një vend normal. Ne që nga po të shofësh ligjet për të bërë deputet që mjafton mos kesh qenë, mos i kish shërbyat dheut. Nuk dua ti hy kësaj, domethënë. Jo, thjesht po them. Me armat kimike, sepse për mua është një histori e mbyllur. Ishte Jo, e kuptoj, po unë po them domethënë që pavarësisht në një shtet normal jam dakord me çfarë thu ti. Po duke ditë çallumi kemi në këtu, i provokim mund ta boshin edhe dilte i problem shumë keq. Ja kuptojën çfarë gjithsesi edhe kjo mua më duket se kryeministri sot ja u kishte rasti iranianëve, po me siguri e kishte. Po prandaj po them që ai kishte vënë emrin tamam, se njeriu e thotë, e ka po fila. Madje unë mendoj që nuk janë as grekët, sepse edhe grekët me thënë të drejtën janë shumë vegjël për të organizuar protesta. Grekët e pa në rastin hajse po i ngjitemi dhe neve, se është një biznes që ju prish shumë punë në Korfu. Në Korfu ju prish punë, po hap. E kuptoj. Por Amarido janë 2 variante që unë hedh. Njëri është Gjermani, shërbimi sekret gjerman, sepse marrëdhëniet aktuale midis nesh dhe Gjermanisë ka kohë që nuk e di çfarë duan gjermanët. Jo, është çështja e portit Durrësit, mos gabojmë, është heq gjermanë dhe qysh atëherë po sepse thanë amerikanët duam ne. Po pra, qysh atëherë Iran qaf Belindë sa me radhë, domethënë që qitën Belindën. Ose e dyta mendoj. Janë gjermanët atë që nxorrën. Nestin e vogël, ha. E dyta mendoj, kam frikë se e ke parasysh Amerika ka 20 aparate ku sas janë dakord me presidentin. Qartë, përplasen njëri tjetrin, po. Përplasen njëri tjetrin. Një rrymë e cila nuk ka qef që të përhapet, domethënë të godasi Trumpin në një farë mënyrë familjen e Trumpit. E di pse e them këtë, sepse përhapja që i ka marrë, për shembull The Guardian ose çështja. Pash tëra. Jo, po këto anglezët nuk është se mund t'i blej greku, më kupton, këta janë lojtarë peshave të rënda, nuk futen për miza, për të kap miza. As nuk diskutohet tani, dhe unë prapim mbetëm asaj që ai The Economist ishin edhe CNN e me radhë që u morë me këtë problem edhe shpëmeti gjithë bota. Por unë nuk fajsoj asnjë mbështes çdo shqiptar që është në atë protestë. E mbështes pavarësisht mendimeve që ka, jo pavarësisht mendimeve, se jam aq pacifist. Domethënë në kuptimin e fjalës, çfarë më pëlqen është që secili po mundon të artikuloj problemin e vet, për vetë se ku merret nga llapaqenët pastaj. Sepse edhe protesta në vetvete, tani për shkakun që ishim në ditën e dje, që dje dhe pa dje ka marrë kanalizimin e vet ashti.
Jo të heqim Ramën, jo kjo, jo ajo, domethënë janë ca gjëra që as nuk do ndryshojnë asgjë. Absolutisht asnjë lloj gjoje, sepse është një djalë, një shumë kërkues ai, mu më pëlqen shumë. Ai ka filluar që 12 vjeç Rama ik. Dhe sot doli me një kështu, çfarë them unë, video të shkurtër që tha Rama se po ikën ti. 40 vjeç. Ai do shkoj 80 vjeç e prap Rama ik do thot. Sepse ai nuk shihet me sy. Dhe nuk do vinë ai në pushtet. Sa do t'i bashkohet protesta, sa do t'i bashkohet këtij zjarri që vërtet shqetëson, ti prushi që shqetëson çdo shqiptar, po unë e di se sa dallaveri ti kur them unë, e kam thënë çdo shqiptar e kupton sa dallaveri je dhe prandaj shuhen protestat. Protestat shuhen kur kuptojnë që dallaveret duan me përfitu nga zëmërimi i një popullsi, nga zëmërimi me të drejtë i një popullsie.